Dhe jemi rikëthuar me të ftuarit e tjerë, që në fakt ishin vetëm femra, por nuk jemi vetëm femra. Lorences po e prezentoj, sepse e tham dhe pak më parë që do të vazhdon të qëndronte në tryezë me ne, por ndërkohë 6 vajza janë bashkuar kësaj tryeze dhe unë dua t'ju prezentoj me Maja. Mirë se erdhe Maja. Mirë se gjë Pranila. Sheila Haxhiraj, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Eni Çobani, mirë se erdhe. Kënaqësi të të kemi këtu sot. Jeta Faqolli, mirë se erdhe Jeta. Mirë se u gjej. Faleminderit. Orlinda Huta. Mirë se u gjej. Dhe Erlinda Dudaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Jam kënaqësi që jam në këtë tavolinë kaq të bukur. Faleminderit, kënaqësia jonë të të kemi në këtë tavolinë. Si janë këto mbledhjet tuaj? Ju ndodh t'jeni kështu në tryeza të rastishme, besoj. Sidomos kjo periudha e dhjetorit ka edhe shumë organizime të ndryshme të institucioneve etj që ju bëjnë ftesa që do të thotë jeni të pranishëm. Po, të sikletshme formale me mas, apo nuk është se kam qenë shumë. Sikletshme, jo, sepse njeriu e zgjedh aty ku do të shkojë, edhe nëse është një gjë që intereson apo që do të jetë në një mjedis, edhe pse jo me do e mos miqësisht të ngushtë, por sigurisht festat na japin këtë mundësi. Dhe kjo është një gjë e bukur, është një atmosferë që i bashkohet edhe asaj që ndodh përjashta. Në fakt në perceptimin tim, ose mund të jem e gabuar dhe të tjerët mund të më korrigjojnë, shoh që nuk ka shumë festime nga pikpamja vizive, domethënë ka pak dyqane të atmosferë, pak dyqane të zbukuruara. Nuk e, ndoshta është perceptimi im, ndërkohë që në momentin që vjen Krishtlindjet në gjithë botën është pikërisht gëzimi i festave, dihet është tjetër. Ndërkohë që sidomos këtë vit nuk e di, e kam parë shumë të vakët, nuk e di çfarë mendojnë tjerë, por që mua më është dukur kështu. Unë do ta nisja tek ajo e ftesës që tha Anila, që ja kemi pasur ftesa, besoj që është pyetje për po, jo, sepse këtu i kemi mbledhur ne, që do të thotë jo domosdoshmërisht njiheni me njëri tjetrin, apo jo ftesa në rast të parë, pavarësisht gjendjes që gjithë secili ndodhet në momentin që i bëhet një ftesë, është kënaqësi. Sepse mendon edhe percepton që ai tjetri e respekton. Pra kur ti e fton dikë, do të thotë që ke respekt për të dhe që e vlerëson. Kështu që patjetër ajo duhet respektohet një herë. Pastaj se kë gjen në tavolinë, sigurisht ka dhe takime të rastishme apo spontane, që prap edhe ato janë njëje të reja dhe pse jo dhe kënaqësi. Kështu që në festa të këtilla është e pranueshme çdo ftesë. Përsa i përket atmosferës, se unë them që ajo atmosfera nga jashtë përcillet dhe brenda. Sepse ti mund t'jesh brenda i gëzueshëm, ke bërë një pemë të jashtëzakonshme, kemi parë që në rrjetet sociale ka pasur që në fillim të dhjetorit dhe thash kur filloi kjo traditë, ne zakonisht domethënë paktën nga ajo hershmëria të themi të moshës time të hershme, domethënë zakonisht fillonte në këtë javën e fundit, pranë vitit ri, tani ka filluar që bëhet që në fillim dhjetorit shumë mirë, nuk diskutohet. Ka pikërisht kontekstin e datës 6 që është ndërkombëtarizuar në një farë mënyrë edhe në bërjen e pemës. Sigurisht, edhe kjo është vlerë, që njerëzit kanë filluar ta festojnë festën një çik më përpara dhe ta prishin një çik larg, domethënë gati në datën 15-16 janar apo jo. Dhe prandaj lidhen të gjitha. Dhe sigurisht që kur ke një muaj gjysmë fest është gëzim i madh, sepse je dhe i gëzuar vetë. Por atmosfera nga jashtë që transmetohet dhe brenda, unë them që i bashkojmë Arlindës, është e vakët. Pra pret që dyqanet ishin më të zbukuruar, të kishin më drita, në rrugë të kishin më lule nga këto të cilat janë artificiale, patjetër, por prapë të sillnin gëzim, të jepnin gjallëri. Në fakt më kujtohet një moment tani, më kujtohet një libër, pa gjithmonë e lidh me libra, unë kam të keqe, e kam të keqe të madhe, po jo, ajo është e mirë e madhe, është e mirë e madhe. Nëse po bëj pak autoironi, në fakt, më kujton një libër i John Grisham që quhet Të mos festosh Krishtlindjet, sepse në Amerikë për shembull Krishtlindjet janë festa që nuk mund të shkojë ndërmend ndonjëriu që të mos e festojë. Dhe pikërisht një familje ose si më thon një çift vendosën që të mos e festonin Krishtlindjet dhe të iknin, do gjithë paratë që do shpenzonin për të zbukuruar përjashta, për të bërë dhurata miqve, po shumë i bukur, është një libër me vërtet shumë i lezetshëm, po që krijon, nuk e di nëse është bërë film, unë kam lexuar libër, edhe realisht këto para ishin kaq shumë sa që mund bëjë një pushim shumë mirë, po ndërkohë ndikimi i njerëzve që nuk e pranonin këtë, i komshinëve ishte kaq i fortë, sa që krijua një situatë shumë për qeshre sigurisht që mentaliteti i ambientit dikon. Kurse ne në fakt jemi shumë të lirë në këtë aspekt. Domethënë ti zgjedh të festosh ose mos festosh. Sigurisht është mirë të festosh, patjetër. Domethënë është mirë sepse është i bën mirë njerëzve, të socializimit, të gjitha gjërave të tjera, por që gjithsesi është
është e lirë. Ndryshon tema kur ka vetëm femra në tavolinë? Maja, se po thoje ne jemi ata që festojmë gjithmonë, meqense Po se ne shohim jemi në pjesën e është e vërtet ajo që tha natyrisht se çfarë shifet shati duke çdo kallaus edhe madje është pak e trishtueshme, por nuk desha ta filloj me këtë. Po na kthen në një gjendje më të lumtur. Për shumë, mua më ka bërë shumë përshtypje në qytetin e Kuçovës, ku këndova para një ditë, 2 ditësh, se ne jam përqarë tani në këto festa puna jo një andej. Një qytet shumë bukur i zbukuruar, një atmosferë fantastike për festat, që më bëri shumë përshtypje pasi kam qenë në disa qytete, edhe po s'poj përmend ato që kishin këtë atmosferë, po përmend Kuçovën se kishte zbukuruar shumë bukur qytetin, mjaft bukur, kishte bërë një rrugë e bukur, me drita që mua më ra shumë në sy, sa futeshe se kam qenë edhe nuk e mbaj mend po paktën para shumë muajve përsi në të njëjtin qytet, edhe më erdhi mirë, më bë qefi sepse ndihej shumë atmosfera, plus edhe koncerti që u organizua aty ndihmoi edhe në festivale së brendshme. Domethënë ne kemi pjesën më të bukur të kësaj, futemi më direkt në atmosferën e festave sepse jemi aty ku njerëzit grupullohen, kanë dëshirën për të festuar dhe natyrisht shijojmë atë pjesën më të mirë. Është për neve bëhet pak stresante, po është edhe e bukur se... Sigurisht, është dhe një moment edhe pozitiv përsa i përket pjesës ekonomike pastaj, sepse janë ditë të tëra festive që ju këndoni, po edhe pagueni nga ana tjetër. Po natyrisht jemi tonojmë. Ja, Sheila? Po, është vërtet. Këtë vit edhe unë e kam ndjerë goxha më pak atmosferën e Krishtlindjeve. Mirë po, do të thoj edhe këtë që gjithë njerëzit janë mësuar më shumë presin vitin e ri se sa Krishtlindjet. Ndoshta sepse ka të bëjë edhe pak riti feja, nga që disa janë besimtarë musliman edhe më shumë Krishtlindje festojnë nga katolikë ortodoks. Po është e vërtet që ne që jemi artistë ndjejmë edhe më shumti edhe atmosferën, po edhe angazhimet më tepër, domethënë gjatë kësaj periudhe. Jeta, ndërkohë që ti je shkëputur bë goxha kohë që nuk të shohim prezente, një zgjedhje po më thoje pak më parë jotja kjo për të qenë pak më në hije. Po, por arsye të mia personale që disa gjëra ndonjëherë janë më të rëndësishme se muzika mendoj, ndonjëherë, ose jeta private të thuash. Po. Dhe jam rikthyer, si thua, dhe me përgatitje të reja për këtë vit dhe 2005 sigurisht që do të jem shumë aktive. Nuk do të jetë si 2004 që nuk... 2014. 2014 më falë. Na bërë... Pra 2014, por në 2015 do të thotë që do të jem shumë aktive. Dhe... Të ka munguar publiku gjatë vitit që le pas? Jo, në fakt nuk është se nuk kam qenë pjesëmarrëse e koncerteve, po thjesht ideja që nuk kam nxjerrë këngë të reja ose video të reja. Po aktive kam qenë për mbrëmje të ndryshme. Ndërsa përsa i përket pastaj festave të fund vitit, unë gjithmonë i kam ndjerë se thuash në vendet e punës ose në xhirimet e shumta që bëjmë për vitin e ri, sidomos në Kosovë edhe në Maqedoni, sepse këtu nuk para zhvillohen shpesh të gjëra dhe sot unë jam shumë e lumtur që u bë diçka për vitin e ri, një mbledhje të tillë dhe është shumë gjë e bukur. E kështu. Këtë vit nuk e udhëtuar. Ja pra. Ori, ti të erdhi rada, prandaj morë situatën në kontroll. Ja pra gëzuar. Mira, jo pra fjalë magjike e gëzuar, kështu që. Jo, Orinda e pa që erdhi rada për të folur, apo e marr kështu një herë me vrull para se. Ndërkohë Ori ti ke patur një vit me shumë prurje. Po, një rikthim në muzikë. Ka patur një rikthim të fortë. Ishte një rikthim në muzikë, për një periudhë gjatë që nuk merresha me muzikë. Merresha vetëm me televizionin. Ishte i bukur, më rezultoi, më thënë që më kishte marrë malli, sigurisht, por do të vazhdoj të merrem edhe në 2015, ndoshta edhe më shumë se në 2014, pasi dha fryte të mira, sigurisht 2014. A ishte një vit i mirë, kishte edhe pjesë të trishta, pra kishte momente të trishta në këtë vit, por gjithsesi Krishtlindja shkoi bukur, festuam, pakot po shpemës i morëm të gjithë, japëm, dhe... Po, unë vazhdoj besoj që më sjell Jezu Krishti, po gjithsesi ishte festë e bukur dhe është
është ai momenti kur ti fillon të paktën 25 është momenti kur ti falenderon Zotin për bekimet që dha në 2014, falenderon Zotin për një 2015 më të mirë, edhe haron ato momentet që të kam trishtuar pra në 2014. Edhe lutesh që të kesh vetëm shëndet, gëzim edhe bekime në familje. Edhe besoj që kështu të jetë për gjithë 2015. Këngë tani, këngë. Maja? Po, gati u bërë. Jo se ti the, ne jemi ata që sjellim gëzim dhe gjithmonë shijojmë festat, kështu që do na sjellësh pak më shumë festave këtu. Faleminderit Maja. Gëzuar edhe ti. Ndërkohë që do të vazhdojmë sërish me muzikë dhe mikrofoni ka kaluar tek Jeta, sepse do të kemi një këngë të re, meqense she ke munguar me klipe dhe me produksione për shikuesit, po ndërkohë sa do të na sjellësh ti? Po do sjell këngën më të re që sapo i ka përfunduar dhe klipi. Ditët e para të vitit të ri do dali shumë shpejt dhe sonte po e këndoj për juve. Na na na, I am a party girl. Na na na, I am a party girl. Na na na, I am a party girl. Na na na,
pëlqen të provokoj. Sa herë që ndjesh vetëm, fillon e më kërkon. Pa mua festa nuk fillon. Sot e le ullen drita, të filloj muzika, të kërcejmë të gjithë me duart lart. Trupa po afrohen, gjaku lehtë të zgjohet. Unë për ty do t'jem një party girl. Faleminderit Jeta. Mirë, pak në përshkëndrët fundit të kësaj mbledhjeje të panelit të dytë, se I kishim darkë me 2 grupe sot të ftuarit. Mikrofoni është rikthyer tek Lorenci. E ki zotë. Ndërkohë do doja të flisnim pak për atë që konsiderohet si një ndër ato momente të bukura që bëhet në ndërim vitesh, është dhe shpërndarja e dhuratave, apo në Krishtlindje për ata që I shpërndajnë dhuratat në ditën e lindjes së Krishtit. Arlinda? Po, unë I kam bërë dhuratat edhe I kam marrë, ato pak. Do më thënë nuk është se për ndërimin e viteve. Jo, ka qenë edhe për dhuratat, po, kjo është me vërtet. Edhe për dhuratat ka qenë viti I vakët, mbase ka... Zogje, vakët, të përshkri nga kudnaja. E vakët është, është shumë e vërtet, mbase ka bëjt dhe me ngroje globale, Lenci. Përshkri nga kudnaja të i vakët kjo. Po, kjo është një realitet, pa tjetër. Të vakta dhuratat. Vitat ato kryesorit janë bërë, do me thënë, edhe I kemi shkëmbyer në 25. Do me thënë nuk ka... Për Krishtlindje. Jo, nuk presim që tjetër. Mbase kur të bëhen uljet dhe Enari më përfiton me një gjë. Po që nuk ka lidhje me vitin e ri. Vetë një lindje si Krishti, do me thënë. Tani 24 dhe 25, kjo është Krishtlindje, do thotë ne majmë numrin shumë. Tani në 24 ka lindur që është nata e shenjtë, në të vërtetë në gjithë në Gjermani pak nata e shenjtë, 24. Që ka lindur. Jo, prit. Numri shumë se janë Krishtlindjet. Krishtlindje. Nuk thuhet Krishtlindje. Krishtlindja. Se s'ka lidhje me ato, vetëm dua dal këtu, se jam e sigurt, ndoshta më jep dikush. Po, ndërkohë vetëm nga unë mos u drejto se nuk e di mirë këtë pjesë. Ndërkohë mbaroi deri në fund Tashi, Krishti ka lindur në 24. Prandaj edhe është nata e shenjtë që nuk ka festa, ajo kjo pavarësisht se ne këto në Shqipëri nuk ne festojmë dhe në 24, por në fakt është nata e shenjtë, Heilige Nacht. Tani në 25
është rilindja, apo jo? Jo, jam pashkës. Jo, jam pashkës. Po në 25 ç'është pastaj? Krishtlindja. 25 ka Nata e lindur. Krishtlindjes është mbrëmja e Krishtlindjes. Pritja, Është vigilia. duke arritur lindjen e Krishtit. Dhe 25 Do me thënë, Maja, si të ndodhë që në ditën tonë të lindjes të vinë mesazhet me njëherë sa po akrepat kalojnë në ditën e... Me thënë në 24 shaktuar, po them. Nata shenë se ka pas probleme ka vitin. Jo, Ka 25 ka lindur. Jo të tërë kanë informacionin e duhur. Jo ishte ka të bëjë edhe me përkatësitë fetare që ne kemi, normale. por dhe në fetë që ne i përkasim, unë nuk i përkas fesë së krishtere, i përkas fesë muslimane, por nuk mund të them që edhe këtë fenë time unë e njoh në detaje dhe me të gjitha gjërat, ka gjëra që pyetet edhe mësohet. Kështu që, por unë të dhuratat, Po, aty ishim. sepse edhe këtu ne duhet jemi original, Anila. Tani ju me drejt bëni këtë pyetje se bëhet zakonisht kjo pyetje tani është bërë rutinë që a more Dhe dhurata. zakonisht merret përgjigjja Po ne po, tani në fakt, zakon po. dhurata me zi çojmë edhe për ditëlindje ose për në rast dasme e kështu, jo edhe për krishtlindje vitrit, duhet jemi original. Mua më pëlqen që të jem originale, as nuk kam marr, as nuk pretendoj të marr nga askush në Po kuptimin djalit e i ke mirë. bërë dhuratë. Djalit ja kam bërë sepse e kam me 13 dhjetor dhe ai e Jo, fillon unë e kam vitin e bërë, ri e kam që bërë edhe herët. për Krishtlindje, Kështu e kam që rëndësishme në fakt, nuk është. shiko, thash edhe një herë, ka të bëj Varet pak nga edhe me përkatësia fetare. përkatësia fetare, mentaliteti, siç jemi edhe edukuar. Pra neve maksimumi i gjërave që kemi bërë gjithmonë është dërgimi i kartolinës. Pra, kujtimi më i bukur Për vitin e Jo, ri. megjithatë, unë nuk e mendoj për Krishtlindje, po për vit të ri. Ka qenë gjëja, ka qenë festa më e rëndësishme për ne. merrni dhuratat e vogla. Po sot ku kishte, nuk s'ka pasur, nuk është se- konotacioni i dhuratës sot nuk është ai i kuklës së dikurshme. Tash i duhet Po jo, ditë. fëmijët i Dhurata presin vetë sot njëjtën pretendohet ndëzim, që nuk të merret diçka më e vyer, Po, pra, më e po, vlefshme. kërkojnë iPad, celular, Sigurisht, pra janë pak më të e qartë, shtrenjta. e qartë, Dhe megjithatë- këto për kushtet akoma të Shqipërisë që jetojmë, nuk jemi në ato gjendje, por sigurisht Megjithatë, një fëmijët e vetë që i presin një lodrat kujtim me i shumë bukur mua gëzim. do më pëlqente një kartolinë. Që nuk po bëhet më. Sigurisht Që nuk po janë bëhen shumë më. të rralla. Dhe më kanë mbritur 2-3 dhe them të drejtën, më kanë mbushur me një Po ja, i ke satisfaksion marrë. të madh. Po pra, ja kjo është dhurata, Dhe që këtë ti do, desha e ke të them. marrë, po. Pra, shkruarit të një urimi është një gjë e jashtëzakonshme. Dhe Arlinda tha një gjë shumë të bukur, pra që ajo patjetër e lidh me librin. Duhet lidhur me librin, duhet lidhur me shkrimin, se i kemi harruar këto gjë. Unë fakt për shembull, për veten time kam bërë shumë dhurat libra, këtë kam pasur, kam përfituar nga rastet dhe kam bërë shumë dhurat libra, dhe ndërkohë nga shkrimtarët, për shembull mund të ke marr të flas shkrimtarët e huaj, një kartolinë që është shumë e rëndësishme, një kartolina nuk mungon kur, edhe një çokoladë ose një foto ose një s'ka rëndësi, mjafton që është ka një kuptim shumë simbolik dhe shumë të bukur. Të huaj, në fakt. Po, me post ka ardhur, me post. Me post lencing ose dyshon. Din të jetojnë njërës. Patjetër. Kjo diskutohet, mund ta marrim edhe si shembull. Ka një gjë që më doja ta thosha, nëse më lejon. Po për edhe radhën Sheila të tregojmë. Festat janë, i bashkojnë shqiptarët pa dallim bindje, feje, krajine, e gjithçka. Në ka gjë e cilat ne na bashkon, është festa. Ne gjejmë arsye për të festuar edhe atëherë kur është koha për të punuar. Patjetër. Dhe ne kemi ulluar tërë miq tan të festë krishtere, nuk diskutohet ajo. Nuk ka të bëjë Siç marrim dhe ne urimet për Bajram apo edhe për festat tona. Pavarësisht festash. Po pavarësisht festave, pa diskutim. Po unë tani nuk mund të dalë edhe të them që e kam dhirë tek kisha ortodokse apo tek kisha katolike. Se unë këtë po them që duhet jemi original. Ti më thua jemi bashkë pastaj e kam uruar njërin apo tjetrin për festën, por jo se unë kam festuar si ai, se s'mund të them, unë nuk kam pas drejt Krishtlindje. Unë kam qenë në punë, në zyrë deri në orën 9 darkës. Është ti çfarë themeni? Kjo është originaliteti. Por sigurisht më bëhet qefi, ne pushojmë bashkë me ju, me fen tjetër, edhe si feshtoni ju për Bajramin. Ne jemi kaq afër sa nuk rrëfehet. O Lorenz, unë e kuptoj që si minorancë që ti gjendesh këtu për seksin, domethënë që je mashkull, më kupton? Zot vazhdo të kështu inshallah. Sigurisht që do. Atëherë, qoftë gjithmonë kështu. Të di se rehat që a mund të kaloj fjalën te Sheila? Lutem. do të jep mikrofonin. Jo, fjalën. Këngën pastaj, posa. Sheila. Po, edhe unë për Krishtlindje kam dhënë dhurata të vogla edhe kam marrë, po këtë vit e kam shijuar më shumë se çdo herë tjetër, sepse vendosëm që të bënim një festë të madhe me familjen, me të afërmit tanë, edhe jemi zgjuar që në 6 të mëngjesit pranë pemës dhe kemi shpërndar ato pak dhurata. Dhe
nga që jemi shumë të angazhuar me aktivitete, edhe ndjej që çdo vit po largohem më shumë nga familja ime sepse nuk gjendem pranë tyre për të festuar, ndërsa këtë vit realisht të Krishtlindje kam shjuar më shumë se çdo herë tjetër. Sepse ke qenë pranë tyre. Po. Kjo periudhë feste ndihmon për të gjithë që të jenë më pranë njëri tjetrit, pranë familjes, që kështu është një Shela, është për ty? Po ne presim që ti të na këndosh këngën që kemi dëgjuar për ne sot. Por ti stres dallon O si t'ja bëj me ty ti kur të vetë se po mjeshton Hej, më lëre hatej S'to dua thar pol më ti mos e zjat Oh, hej, më lëre hatej S'to dua thar pol më ti mos e zjat Sa herë më krua ti më dor A gjesh më ndjen dhe mua jo Kërko për qile karte mia Të jesh si unë zënjosh dhe sa nuk është e let Të jesh super fix si mi duen vite shë kryptos një jetë